Kreu I opozitës Edi Rama ngushëllon familjarët e Alex Nikajt, demonstruesit e 4 që u qelluan me plumë në kokë më 21 janar. I shoqëruar nga ëma dhe bashkëshortja e tij, krye opozitari u shpreh gjatë vizitës së ngushëllimit në familjen Nikaj në Lezhë se drejtësia duhet të veprojë. Partia Demokratike është fjalë shumë e gjerë dhe përfshin shumë njerëz të mirë, njerëz ndershëm, qytetarë që kanë të gjitha arsyet e tyre të kenë ato mendime dhe ato simpati që kanë për parime, për vlera të djatha, po kjo s'ka të bëjë me Partinë Demokratike, ka të bëjë me një regjim të një grushti njerëzish që e kanë uzurpu edhe që e kanë kthy në kalë të betejës tyre për përfitime Partinë Demokratike. Po një gjë jam absolutisht dakord që drejtësia duhet bë patjetër. Jati Alex Nikaj tha se djali I tij nuk vdiq si hero në ndonjë luftë, por ai u vra teksa protestonte. Shoh dikush të sakatojnë njerëzit kot pa asilloj lufte, se veçanë vra djali jam në Irak, më shef të shesh mua se ti. Thash lufta që s'ka kafe në luftë. Ka plumb ose pështove shash sikur ta kapi. Po jo në pazar është me vra tjetër në pazar është udhëzimi I dhanë kërë me qanë shkrimtarës di ku filloj librin me shkru. Alex Nikaj humbi jetën afro 3 javë më parë në një spital të Turqisë, ku u transportua për t'u nështruar një ndërhyrje kirurgjikale. Ai qëndroi për disa ditë rresht në mbikëqyrjen e mjekëve të spitalit ushtarak dhe nga skaneri rezultoi se plumbi në kokën e tij përkiste armës MP5, armë e cila përdoret nga Garda e Republikës. Së bashku me Hekuran Dedën, Faik Myrtan dhe Ziver Veizin, Alex Nikaj ishte pjesë e demonstruesve të vrarë në radhat e opozitës të premten e 21 janarit.